Përshëndetje miq të televizionit Syri, kudo që jeni duke na ndjekur. Kemi kaluar një javë të mbushur me aktivitete, me lajme nga më të ndryshmet dhe ja ku jemi takuar edhe në këtë të shtunë për të realizuar një tjetër temë diskutimi. Jemi në muajin dhjetor dhe gjithmonë dhjetori është muaji që na bashkon. Është muaji që sjell madhështinë e festave të fundvitit, Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri. Pikërisht në vigjilje të këtyre dy festave, të cilat i bëjnë bashkë shqiptarët kudo janë, atëherë ne do të diskutojmë për mënyrën dhe tendencën për të bërë traditë ndriqimin e fshatrave. Djemë dhe vajza nga 5 fshatra të komunës së Gjakovës, Pjetërshan, Vogov, Doblibare, Novoseli dhe Bishtashin, janë bashkuar të japin zë punës vullnetare për të bërë më të bukur se cili prej tyre fshatin nga janë. Dhe kjo ka bërë që të nxjerrë edhe vëmendjen e mediave ndërkombëtare dhe mediave kudo për të parë se sa bukur është një frym pozitive dhe një energji e veçantë në këto fshatra. Po kush janë njerëzit të cilat i kanë bërë këto punë kaq të bukura, si kanë punuar, si janë angazhuar? Natyrisht gjithçka është lidhur me famullinë e fshatit, gjithçka është lidhur me bartësit e këtyre famullive. Dhe ne jemi përpjekur t'i bëjmë bashkë këta njerëz sot dhe të diskutojmë për veçantinë e këtyre ndriqimeve. Studio është mbushur është mbushur plot, faleminderit, mirë se erdhët. Mirë se gjeta. Të ftuar kam Bernardina Ukaj nga përfaqësuese e fshatit Vogov, mirë se erdhe. Mirë se gjej. Don Lursopi, famultar në Bishtazhin, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. I shoqëruar nga Don Isak Dodës, famultar në Novosel, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Si gjithmonë edhe kësaj radhe na ka nderuar Don Marian Ukaj, famultar në Pjetërshan, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Gjithashtu kam kënaqësinë të prezantoj edhe Ardian Markun, famultar nga famullia në Doblibare, mirë se erdhe. Gjithçka bëhet e bukur kur janë bashkë njerëzit, synojnë të promovojnë punën vullnetare dhe të sjellin diçka e cila kurorzon një vit të plot. Kështu duket sikur keni bërë edhe ju. Do të fillojmë nga ju. Na thoni më konkretisht, sa janë të bukura këto iniciativa? Dhe në parë duhet që në emër të mysafirëve tuaj që gjendemi këtu në studion tuaj, t'ju përshëndesi dhe t'ju falenderoj për ftesën. Gjithashtu edhe përshëndesim gjithë shikuesit e TV Syrit. Faleminderit. Para se ty më temë kështu direkte, duhet pak ta bëj një hyrje, sepse hyrja na mundson pastaj që të arrijmë tek ajo që është bërë gjatë kësaj kohe në gjitha famullit, këto, por edhe në vende tjera, në kudo në Kosovë, por pak mënyrë më specifike është në komunën e Gjakovës. Domethënë, krishterët para festës Krishtlindjes i kanë 4 javë përgatitje shpirtërore për festën e Krishtlindjes. Quhet Advent. Advent dhe me thonë është fjala latine Adventus, që do të thotë ardhje. E ka historinë e lashtë, sepse që nga krijimi i njerëzve të parë, nga mëkati i tyre, Zoti ka paralajmëruar ardhen e të birit të tij në botë. Dhe ka paralajmëruar në përmet profetëve, në mënyrë të veçantë në përmet Isaias profet, dhe pastaj koha fundit në përmet Shëngjonit Pagzues, një shejtet shumë të madh që ka qenë pararendës, parardhës e ardhes së Krishtit, dhe populli Izrael e ka pritur Mesijen, pra ardhen e Krishtit në tokë. Dhe ajo përgatitje, pra na përkujto, kjo përgatitje na kthen neve në atë kohë të përgatitjes popullit Izrael, e tani përgatitja jonë shpirtërore për këtë festë. Kjo daton që nga shekulli 6, nga Papa Gregori i Madh. Ma herët në shekullin 5 ka filluar një i pezhv, një para përgatitje për Krishtlindjen që ka zgjatur pak a shumë 40 ditë, ka ndërlidhen me kohën e kreshmeve. Për Papa në shekullin e 6, Papa Gregori atër ka vendosën që koha e ardhes të zgjatë 4 javë. 4 javë, përgatitja shpirtërore për festën e Krishtlindjes. Unë do të ndërlidhem pak një herë me aspektin shpirtëror, sepse gjëja kryesore për besimtar për ne është aspekti shpirtëror. Kjo është primare. Pastaj përgatitja tjetër është sekondare. Por e nevojshme, edhe shumë e rëndësishme. Të dy bashkë e bëjnë më të mirë të mundshme. Prandaj në këtë kohë ne kem 4 të diele, ku në fillim të meshës i ndezëm 4 qirinjt. Janë 4 qirinjt që ndezën të parën të dielën 1 dhe pastaj vazhdon deri në 4-ën të diel kur ndezet qiri i 4.
është edhe simbolika e qeringëve, në simbolik jashtëzakonisht e mirë, sepse qiri i parë e simbolizon fejen, e simbolizon shpresën, qiri i parë që ndezën. Qiri i dytë e simbolizon paqen, qetësinë, urtijën e njeriut. Qiri i tretë e simbolizon dashurinë, edhe qiri i katërt e simbolizon gëzimin, sepse jemi pra afër festës Krishtlindjes, edhe pastaj është ajo simbolike qirit të katërt që është gëzimi. Prandaj këtë traditë e mbajnë edhe në për familje, sepse edhe besimtarët i blejnë 4 qiring dhe i ndezin dhe lutën. Prandaj ne i ftojmë njerëzit, pra përpas që është domosdoshme meshat e dielleve, është edhe lutja në familje që besimtarët e bëjnë, familjet e bëjnë, dhe në këtë mënyrë përgatiten për ardhen e festës, për ardhen e Krishtit që përkujtojmë ditëlindjen e tij. Gjithashtu janë edhe shumë aktivitete tjera që bën në aspektin shpirtëror, sepse ne shkojmë gjithë meshtarët e dekanatit të Gjakovës, rreth e Gjakovës ku jemi famullit për rreth. Javën tjetër kemi filluar rrëfimet që shkojmë gjithë meshtarët në një famulli, një ditë jemi aty në disponim besimtarëve për t'u dhënë mundësinë për rrëfim që do thotë pajtim me Zotin dhe pajtim me të afërt. Mundësia atyre me reflektu. Të gjithëve, me reflektu pak mbi jetën, mbi veprat, me kërku një pendim që është për gjithë njerëzit, sepse të gjithë mëkatënojmë, të gjithë gabojmë, edhe të gjithë kemi nevojë për një pendim, edhe për një mëshirë apo dashuri të Zotit. Dhe në gjitha famullit shkojmë, nga një ditë jemi aty të gjithë meshtarët. Pastaj i kemi edhe vizita që ju bajmë javën e fundit të smuarëve, të mbëshuarëve që nuk mund të vinë në kish, prandaj shkojmë edhe ata i rrëfejmë, që edhe ata t'jenë afër, t'jemi edhe ne afër tyre, edhe ata të ndinë vetën më afër festës, por nuk i harrojmë asësi as të familjet që janë me gjendje të vështirë ekonomike. Prandaj gjitha festat mundohemi maksimalisht me kontributin i cili synon diçka të bukur në fund vetë. Pra, dhe me thënë me një kontribut shumë të madh që bëjnë besimtarët që na mundsojnë që nëpërmjet neve të arrijmë që të ndihmojmë edhe ato familje që kanë nevojë. Prandaj është një ecje pak desha të bëj një hyrje, edhe për shkak të shikuesve që na përcjellën, ta fillojmë një hyrje të tillë, pra është një ecje e mirë. Dhe pastaj gjithë kësaj që theksova, atëherë vjen edhe tek tema që do të ndalemi pak më tepër, që është zbukurimi, dekorimi i fshatrave, që është një traditë tash veç ka hyrë në gjitha famullit, ashtu të them, edhe një traditë shumë e mirë, sepse pamja jashtme, ambienti jashtëm e krijon nganjëherë edhe një relaks, edhe një gëzim, një ndjesi të bukur, edhe të ambientit mbrëmshëm. Prandaj edhe është një punë jo e vogël, punë e madhe që bëjnë të rinjt, por për çdo lëvdat. Faleminderit. Bernardina, do ta filloj me ju. Na sjell pak atë disponimin i cili ishte i të rinjëve derisa u finalizua. Nuk është gjithçka gati pa u angazhuar, pa pas punë të përditshme, ndoshta me disa orë. Sa ishte një disponim i të rinjëve dhe të rejave aty? Spari po du mund dalte ajo për ata që nuk e din. Fshati Vogov, do me thonë, gjendet disa kilometra larg qytetit Gjakovës. Është me një relief, do me thonë, jashtëzakonisht bukur, të pasur, një infrastrukturë shumë të mirë, edhe tash, do me thonë, që është dekruar edhe është ndriçu, duket ende edhe më bukur. Sa i përket organizimit, organizimi ka fillu, do me thonë, prej fundit muajit tetor, ku djemë dhe vajza të moshave të ndryshme janë mbledhur, janë organizuar, do me thonë, me fillu, spari kanë fillu me pastrimin e vendit, pastaj me dekorimin edhe ndriçimin e kishës, do me thonë të kapelës, sepse ne jemi filial, do me thonë, e famullisë katolike e Gjakovës. Sa i përket organizimit, gjithçka ka funksionuar shumë mirë. Në organizim, do me thonë, prej momentit kur ka fillu iniciativa, do me thonë një grup i vogël bashkëbisedimesh ndërmjet banorëve të vendit, kanë fillu me marrë çështjen, ka fillu me marrë më seriozisht momentin kur kanë pa që edhe vendet e tjera, do me thonë, po angazhohen rreth ndriçimit, si me fonde publike ashtu edhe me ato private. Ne vajzat e kemi marrë, do me thonë, të pas parasysh punën vullnetare, e kemi marrë si iniciativë, kemi punu qirat e adventit, kohës ardhjes, edhe do me thonë nuk duhet me cek pa tjetër që në atë grupin e vajzave të njëjtë dhe djemve, po du me i falendëru tash
gjitha vajzat besimit islam, do më thonë që kanë marrë pjesë edhe na kanë ndihmu me i dekru qirat, edhe do më thonë me tolla që janë mbledh prej shitjes qirave, ne i kemi nda gjysmën e tollave për bamirësi dhe gjysmën tjetër i kemi nda si ndihmë për ndriçimin e kishes. Desha me cek edhe se në grupin e organizues, do më thonë të vajzave dhe djemve, kanë qenë përfshim dikun rreth 70 individ, 30 femra dhe 40 meshkuj përafërsisht. Edhe që një punë ekipore. Donizak, u pa mjeshtria e bukur e fshatit në Novosel, se sa bukur duke ja ndriçim. A u desht angazhim, a u desht edhe në një farforme dëshirë të riut, jo në mënyrë të imponuar, që ai vetë të ndin që ka me i hub 4-5 orë në ditë, por do të finalizohet pas një kohë. Sigurisht që është dashur një angazhim i madh, por me plot dashuria. Kështu që ndoshta në këtë vit kemi menduar ma tepër për këtë krizën globale që është, dhe kemi menduar pak ma thjesht, por që djemt, vajzat, trit, trejat, vërtet mundohen që shtu në populli me mish edhe me shpirt me zbukurue vendin, kishën, gjithë objektin. Por nuk pajtohëm shumë që na bëjmë gara. Sepse gara bëjmë për Krishtin, për festin e Krishtlindjes, që mundohemi që na këtë fest, këtë zbukurim, këtë ndriçim të bëjmë për nder dhe lavd festës Krishtlindjes. Ja tjerë si cila famulli, si cila bashkësi, e bën ata në vetë. Edhe sensi i kreativitetit ndryshon, apo? Po, sigurisht. Por keni shikuar dhe keni parë, keni vizituar, ndryshon vendi prej vendit. Por gjithsesi është qëllimi i njëjtë. Po, kuptohet. Qëllimi i njëjtë është për ndriçimin, por sikur se edhe e theksoi edhe Don Lushi, është bukur që na në dy aspekte shkojmë. Ndriçimin shpirtëror, që është ajo primare, për përgatitjen e Krishtlindjes, dhe atëherë është edhe kjo që është e nevojshme, por ajo ma shumë primare, do të thonë ndriçimi shpirtëror, kur ne ndriçojmë për brenda nga shpirti, atëherë është gjithçka ndriçon, pa marrë parasysh. Atëherë është edhe ajo puna e ndriçimi jashtë. Gjithsesi. Don Marian, edhe në natën kur është bërë ndriçimi i fshatit Pjetërshan, ju thatë që paraprakisht mbajtëm edhe një mesh për të falenderuar gjithë këtë ekipe cila pa lodhur ka punuar për gjatë këtyre ditëve. A shkoj gjithçka mirë, edhe tash pas ndezjes së dritave në natën e parë dhe në netëve tjera pasuse? Para se të përgjigjem në pyetje, duhet të jem mirënjohës edhe ndaj vogovës, të cilët nuk është familje, është një filiale, dhe kanë bërë një punë jashtëzakonisht të mirë. Kështu që ju përgëzoj dhe ju uroj që edhe viteve tjera ta bëni një gjë të tillë. Sa i përket asaj çfarë ne me 1 dhjetor e kemi tash 5 vite tradit ndezja dritave të Krishtlindjes në familjen e Pjetërshanit. Nga ky vit, një orë para e kemi lanë meshën shenjte. Edhe mesha shenjte do të jetë ndër e lavd Zotit, me falendëru Zotin për gjithë bamirësat e familjes. Jo vetëm ata që ndihmojnë kishën, por edhe ata që ndihmojnë familjet, ndihmojnë të varfërve, me falendëru Zotin që nëpërmjet tyne Zoti kujdeset për ata që kanë nevojë, por kujdeset edhe për kishën. Pastaj e dyta, nga ajo ditë që ne kemi ndes dritat nga sot një javë, që ishte do të thotë 1 dhjetori, deri sot ka qenë jashtëzakonisht mirë. E para, falënderoj Zotit që kohën e kemi pas të mirë në krahasim me vitin e kaluar, që kemi pas shi, kemi pas era, kemi pas prishje. Këtë vit ka shkuar çdo gjë mirë, kemi pas jashtëzakonisht vizitorë nga ajo që ne kemi mujt me marr të dhanat, se pak a shumë i marrëm të dhanat, kemi pas mbi 6.000 vizitorë për një javë të cilët jo vetëm nga rrethi i Gjakovës, por kemi pas shumë nga Shqipëria, nga gjitha qytetet e Kosovës, të cilët falë edhe mediave që e kanë dhënë njerëzit kanë shpreh dëshirën me ardhmë me vizitu, por edhe besoj se edhe kur vinë në atë vend e gjajnë atë ngrohtësinë të cilën folën edhe
parafolësit e mia, edhe atë ngrohtësinë shpirtërore, që të themi është ajo qetësia shpirtërore që nëpërmjet ndriçimit vërtet të gjajna të paqen, me bashkëbisedu, me bashkënda njëri me tjetrin një fjalë të mirë. Faleminderit. Ardian Doblibara, si do të na duket këtë fundvit? Dikush e ka parë, dikush jo. Si do ta promovojmë sa më bukur që të vinë edhe ta shohin atë mrekulli aty që keni bërë? Faleminderit. Siç është pa edhe nëpërmjet syrit kamerës, do të thotë nga televizioni juaj, Doblibari është ndryshu. Famullia Doblibarës ka bënë një punë shumë të mirë. Organizimi ka fillu me njëherë mas festës së Shënmhillit, do thotë pajtorit famullisë tonë. Kemi pas takime me të rinjtë, cilët janë vullnetar, janë vërtet palodhshëm. Tash ka më shumë se 10 vite që ndriçohet famullia Doblibarës, që tha Don Lushe është bërë dhe tradit, realisht. Doblibarja duket shumë bukur, niftoj gjithë marrë me vizitu. Na, do thotë si tha Don Mariani, këta kanë datën 1, na kemi datën 5, zakonisht. Natën e Shënkollit, festës së Shënkollit. Do thotë është një mesh, janë dhuratat që jipen për fëmijët, do thotë në fshat, duke përfshi aty vraniqin, Doblibarën, Bordësarën, gjithë fëmijët, edhe po atë ditë dhezin edhe dritat, edhe shpresoj që do të vini ta vizitoni. Patjetër. Po Pishtazhini? Ka vizitor? Ka, jo rregullisht të mbrëmje njëjtë. Vinë nga vendet ndryshme, na thrasin kur kanë mysafir pak më të lartë. Edhe aty është kriju një ambient i mirë, është punuar gjatë, pavarësisht afër 1 muaj. Dekorimi është me një efekt shumë dimensional. Po i bashkon të rinjt, po i bashkon besimtarët, sepse ne nuk i kemi kërku askujt ndihmë, por besimtarët nga jashtë që i kemi në diasporë, e din tani që do të bëhet zbukurimi dhe i dërgojnë mjetet financiare, sepse pa ta ne nuk do të mundim në asnjë famulli të bëjmë gjëra të tilla. Pastaj të rinjt bashkohen, janë një kohë të gjatë së bashkut, dhe kur bëhet ndezja e dritave, tash çdo mbrëmje vinë njerëzit aty takohen, që kemi shumë nevojë. Ka anën sociale. Shumë kemi nevojë më taku njëri me tjetrin, sepse tash kjo dinamike, shumë dinamike dhe gjithnjë më tepër duke u larguar. Është një vend që i bashkon. Edhe përpas asaj, aty e marrin nga një pije freskuese, nga një pije, në atë kohë, nga njerë është ftoftë, por kanë mundësi pak edhe me një pije të nxehtë. Kështu që është një mundësi e mirë për ta dëshmu respektin edhe dashurinë ndaj njëri tjetrit. Sepse kur njerëzit bashkohen aty, e kanë mundësinë e komunikimit, afrimit, ajo është një lidhje e mirë edhe shpirtërore që e afrohemi nga një pranë tjetrit, atë është një dashuri që na nevojitet shumë. Kjo lloj gjallërie që bëhet gjatë fundvitit në këto fshatra që ju përfaqësoni, a ju shërben edhe juve si kryesues të famullive të kuptoni se cilat janë edhe të mirat, edhe të këqijat, edhe problemet e këtyre njerëzve përreth. Sa ata duke bashkëbiseduar, natyrshëm mund të nxjerrin edhe ndonjë diskutim që mund t'ju vlej juve pastaj për të komunikuar edhe për të parë që X familja ka këtë hall, X familja ka këtë lumturi ose kështu diçka të ngjashme. Për ka është pyetja. Cili doni, për mua cili doni mund të përgjigjeni? Po, sigurisht që ne dëgjojmë këshilla, përgëzime, por ka herë dhe kritika, edhe ato neve në ndihmojnë për shembull që t'i përmisojmë të shkojmë ma mirë të bëjmë. Ka familje, për shembull, që kuptohet, për gjithë nuk mundet ka qenë mirë. Ka një hall, edhe këtë fundvit do me diskutu me një mik të vetin aty, e gjenë veten me ma lirshëm në një farë forme, që juve t'ju ndihmoj ta shihni se çfarë po ndodh brenda fshatit. Si që thamë, nuk është vetëm aty ndriçimi, por është edhe bashkimi. Dhe kuptohet kur njerëzit bashkohen edhe flasin njëri me tjetrin, atëherë edhe
ose motrat e nderit, ose prifti familjetare, i dëgjojmë shpesh herë dhe i kuptojmë hallet e tyra. Dhe pikrisht atëherë mundohemi që ne bashkarisht mundohemi që t'ju ndalemi ndihmë në çdo aspekt, sidomos në atë aspektin shpirtëror, që thashtë i ka nevojë secila familje, shumë familje, por edhe to në aspektin financiar, se për shembull për disa familje është vështirë. E mundohen sikur të tjerët, por kajherë është e vështirë. Këtu doja dhidja. Ai don me u kënaq me gjitha atë mrekulli, po ndoshta nuk e ka mundësinë çdo natë ose me qenë. Të ndërlidhe me pyetjen e juaj. Neve ato takimet që i kemi aty, në ndihmojnë ne edhe besimtarët. Pikrisht. Që pastaj ndoshta nga ai takim i thjesht, shumë i thjesht, modest, që më vonë njeriu të kërkon ndonjë ndihmë prej nesh. Kjo ka ndodhur. Kjo ka ndodhur sepse aty jemi taku, aty kemi komunikuar, parën herë unë disa i kam qenë parën herë jo besimtar të familjes, por janë disa fshatat shqiptar besimit islam që kanë ardhur. Aty jemi njoftuar dhe ne tash komunikojmë me ta. Domethënë ajo na mundson edhe për besimtarët tonë është sepse ne kemi në mundësi pak mu relaksu me ta. Edhe kur e ke atë mundësi të relaksimit, edhe ata e ndin veten më mirë dhe të lumtur dhe ajo ndoshta është një nxitje që herë edhe pse vinë edhe brenda vitit kur kanë, por mund të jetë edhe një nxitje që për çdo nevojë tash e njeh priftin më mirë, ka komunikim pak më të mirë, e ka pas edhe priftit din me u gëzue, din me marrë një gotë, me bisedu, me pi me ta, me nejt me ta, me ndëgjue gjitha nevojat cilat i kanë, edhe aty mund të lind ajo një lehtësim për ta që më vonë pastaj prap, nëse është e nevojshme, shkojnë edhe të kërkojnë ndonjë këshilla apo ndihmë për jetën e tyre. Derisa jemi të ndriçimi, në të njëjtën kohë na lidhet natyrshëm edhe çështja e energjisë, problemit të energjisë në nivel global. Me sa din, Pjetër Shane kom pa që konat natë që do t'i ndalim më herët për shkak të shpenzimeve. Si qëndron? Fillojmë nga ju e pastaj me të gjithë në lidhje me këtë çështje. Ne këtë vit kemi vendosur për shkak të krizave të ndryshme që janë botërore, për shkak të varfënisë të ndryshme, për shkak shumë shkaqeve, edhe të cilat fatkeqësisht edhe janë të ndodhur në Kosovë, dhënimeve, vrasjeve. Kemi vendos me batë atmosferën me një kohë caktuar, nga ora 5 deri në orën 11. Edhe për shkak të krizës energjetike, nga ora 5 deri në orën 11 do ta lajmë ndezjen e dritave, ku njerëzit të gjithë ata të cilët dëshirojnë me vizitu, me bashku, me taku njëri me tjetrin, do ta kenë një mundësi të një orarit. Pastaj pas orës 11 do t'i fikim gjitha dritat në krahasim me vitet e kaluara që i kemi pas tër natën. Gjatë gjithë kohës këtë vit kemi vendosur në orën 11:30 sepse vikendi është pak më ku ka vizitor një lloj disponimi më shumë, por ndryshe nga ora 11 më së larti që mundet me ndodhë ndonjë vikend ndoshta në orën 12, por gjatë natës ne nuk do t'i lajmë dritat ndezë në faulinë e Pjetër Shanit për shkak të krizës energjetike, por për shkak shumë rasteve tjera të cilat. Po do blibara? Ashtu si tha Don Mariani, edhe nën do blibare do të thotë i dhezim dritat në orën 5 pasdite deri në orën 11, varësisht për vizitorëve që janë. Është maksimumi, ora 12 do të thotë gjatë natës do të jenë të ndalura. Njëri do të veproni me të gjitha famullit. Ashtu kemi vendosur edhe ne, në ora 17 të ndezën, në ora 22 mbyllet shtëpisë, deri nga ora 23 eventualisht dritat do të jenë të ndezura, përndryshe pastaj fiken për shkak situatës. Gjithë kjo gjallëri e krijuar atyre mbrëmjeve, trije dhe treja brenda fshatit, por edhe frekuentimi të fshatrave tjera, a ju jep ngjyrë pozitive edhe njerëzve aty, por edhe juve që jeni bartës të famullive? Po, pikrisht aty është esenca. Do ta donim të gjithë të ishte gjatë gjithë kohës ky ndriçim kaq i bukur. Aty është esenca. Në shtëpinë ku duhet të thjesht të bekohemi edhe të kemi vetëm gjëra të bukura brenda saj. Shumë njerëz, se të përmarrë, shumë njerëz edhe tash që i kam taku jo vetëm të besimit katolik, por edhe të besimit islam, të cilët me kanë thënë kish mi pas dëshirë që dhjetori të jetë edhe janari. Të vazhdoj. Të vazhdoj nga atmosfera cila krijohet, domethënë në këto ambiente, sepse vërtet krijohet një atmosferë jashtëzakonisht e mirë.
Por duhet edhe punë vullnetare me vazhdu, nuk përfundon vetëm me ndriçim, se pastaj janë ata njerëzit të cilët angazhohen për shërbime, për pastërti të ambientit aty për rreth çdo mbrëmje, Është mirëmbajtja, është përgatitja, shembull hapja shtëpizës. A bëhet edhe këtë punë vullnetare? Mirë vullnetare, gjitha kërkon një orë para përgatitjen, një orë mbrapa pastrimin e gjithë oborrit e cila është, por ajo e bukra e mujtë të dhjetor është ajo ngrohtësia apo ajo qëtësia shpirtërore që jep çdo qytetarit, i cili vjen pa dallim feje, ku vërtet e kupton atë e ndjen atë ngrohtësinë, atë afërsinë, atë dashurinë, atë shpresën që jeta është më e bukur se sa Gjakova ka dëshmuar gjithmonë këtë bashkëpunim ndërfetare. Besoj që sidomos në këto ambiente kaq të bukura, gjithçka lidhet me dashurinë njerëzore që mund ta kenë njerëzit, pa menduar se nëse është i krishterë ose musliman, apo. Për fat mirë. Historikisht ka qenë edhe sot është edhe ne nuk kemi fare dyshim që nuk do të ndodhë kjo edhe në të ardhmen. Edhe unë po marrë edhe një element po e përmendi këto. Jeta është ngarku shumë. Po. Edhe këto lajme që ndëgjojmë, këto tragjedi që na ndodhen, ky muaj është një relaks. Është një relaks psiqik, se vërtet njeriu po ngarkohet si të tillë. Sepse jeta është ngarkuar shumë, me shumë probleme, me shumë vështirësi të ndryshme, të lloj-llojshme që jemi dëshmitar të gjithë asaj çfarë po ndodh te ne në këtë Kosovë, që na dhem zemra për ato gjëra të ulta, për ato gjëra të dobta, për ato gjëra të rënda që na ndodhen, sepse i ndjejmë ato fort në jetën tonë, prandaj e krijon një barë edhe më të madhe për ne edhe në detyrën tonë, të cilën e kryjmë. Prandaj këto festa janë pak një relaks edhe një shpresë e madhe që të shpresojmë për një talë më të mirë. Faleminderit, do të ndjekim disa momente të bukura të ndezjes së dritave në fshatrat e juaja përfaqësuese, që t'u sjellim në rikujtesë shikuesve tanë se sa ambiente të bukura, të ngrohta dhe festive janë krijuar për t'i shijuar të gjithë ne. E ndjekim materialin. Fshatrat Pjetërshan, Bishtazhin, Novosel, Doblibare dhe Vogov, edhe këtë vit meritojnë epitetin fshatrat e dritave. Hapësirat brenda dhe jashtë objekteve fetare dhe rrugët tjera shoqëruese ndriqojnë nga të gjitha anët, me dritat mbreslënse festive duke qenë në pritje të Krishtlindjes dhe Vitit të Ri. Një shumëllojshmëri e pemëve të ndriquara të Vitit të Ri që zbukurojnë ambientin e fshatit me detaje dekorative, mundësojnë një ambient unik dhe shumë festiv. Kështu duket fshati Pjetërshan që nga 1 dhjetori, kur edhe zyrtarisht ndezi dritat festive, duke uruar dashuri, mirësi, bamirësi dhe solidaritet. Është një atmosferë goxha e mirë, shumë e madhe, për shkak se ne si katolik e kena një ndjesi edhe një parafrim shumë të thellë me festën e Krishtlindjes. Duke e pa që kjo festë ka ndikim shumë të madh, është njëra prej festave bazë të festës katolike, atëherë katolikët e festojnë në mënyrën më të mirë të mundshme. Atmosfera festive ndër vite ka shku të urrit për shkak se ka qenë edhe hapësira që e bojmë ndriçimin urrit, e bashkë me të urrit edhe ndriçimi. Pamjet magjepse të fshatit edhe kësaj radhe synojnë të sjellin shumë vizitorë të besimeve të ndryshme, duke kultivuar traditë. Kemi shumë vizitorë që vinë nga vende të ndryshme, domethënë në vendin tonë është bërë si traditë, apo si t'i themi tani ndriçimi dhe dekori i kësaj kishe. Një gotë vere ngrohtë mes miqëve të shijohet mrekullisht edhe në fshatin Bishtazhin. Dritat të ndezura këtu, ambienti i rregulluar deri në finesë, të bëjnë të ndihesh festiv. Kjo gjëja më e bukur sepse vetë veprat tona, vetë
ajo dashnia që na kene për njëri tjetrin, për familjen, për të afërmit, shndrohet, bëhet konkrete kur bëhet e prekshme, kur bëhet diçka që u takon njerëzve dhe i prek ata bashkë në dashamirësinë e tyre. Kështu që unë sonte jam rastësisht kështu në Kosovë për një takim, për një konferencë, por atëherë ky fat na solli që të vim edhe këtu te meshtari, edhe të gjithë të tri që janë mbledhur këtu për me festu ditëlinjen e Krishtit me hapjen e ardhjes, kohës së ardhjes, edhe me të vërtetë ky emocion është jashtëzakonisht i madh. Dekorët që simbolizojnë Betlehemin janë një tjetër simbol i këtyre festimeve. Kemi dashur që nëpërmjet Zojës së Bekuar dhe Jozefit të tregojmë sakrificën edhe guximin e tyre që kanë pas me mbajt këtë familje kaq të vogël, por e kanë bajt me dashuri shumë të madhe. Mesazhi im nëpërmjet Betlehemit është se edhe ne të mbajmë familjen tonë sa më afër dhe të dhurojmë sa më shumë dashuri, ngrohtësi dhe paqe në familjet tona. Ma bukur mu më duke këtu se në Amerikë, se në jene në Michigan, ama mbledhja që shbohet. Shumë gjinja dhe atë koptu si familjare vinë, aty në Amerikë të kitë hujt. Këtu më duke shumë ma bukur, shumë ma mirë, shumë ma familjare. Që shme thonë anglisht, it's way better here because it's more family. With the family members, you enjoy it, you love it here, and everybody enjoys themselves and you feel at home. Si më konë shpetana është. Në këtë ambiент festiv, argëtim mund të gjejnë të gjitha grup moshat. Solistja vogël Angela Bardheci kënaqi bashkëmoshatarët. Jingle bells, jingle all the way. I'll make fun the rooster and hop and stop and sleigh. Hey, jingle bell, jingle all the way. I'll make fun the rooster and... Edhe famullia fshati Doplibar është përpjekur që këtë fundvit për banorët e saj dhe vizitorët të krijojë një ambient të bukur festiv, pikërisht në natën e Shënkollit. Banorët thonë se përmes së ndriçimit të jashtëm, synojnë tek vizitorët që të ngrohin edhe shpirtin. Gjithë kjo pamje prallore është bërë fal vullnetarëve dhe vullnetmirëve. Ndezja e dritave vlerësohet si akt solemn, i shoqëruar me kuptim religjioz, që në brendi sjell edhe ndjesi humanizmi dhe solidariteti. Për mua personalisht shpresoj edhe për shumicën prej nesh është një ndjesi shumë e mirë, për shkak se shumë të rinj janë shumë vullnetarë dhe pa pritesë vinë edhe e bajnë gjithë këtë mrekullim, më thonë. Është ndjesi shumë e mirë me përfaqësu fshatin tonë në mënyra të ndryshme, si për ndriçimin e dritave, si edhe për festën sot që ishte festa e Shënkollit, që Shënkolli njihet si zakonisht në fe të tjera ose në religione të tjera, nga të tjera si Babadimni, që edhe si dhuratat për fëmijë. E bukur është bërë edhe Novosela këtë fundvit. Ajo është ndriçuar e tëre dhe pret vizitor nga të gjitha anët, të cilët duan të shijojnë ambientet të bukura festive të kësaj pjese. E disa të tjerë mund të ndalojnë edhe në fshatin Vogov, i cili është ndriçuar kaq bukur për herë të parë. Muslimanët të krishterë janë bërë bashkë që të sjellin një pamje vezulluese gjatë gjithë muajit dhjetor. Vogova si jetë e ka merituar sepse është një ndër edhe varrezat edhe kapela më e vjetër e famullisë Gjakovës është. Dhe për atë arsye është një gëzim i jashtëzakonshëm sidomos për mua që disa vite shërbej në këtë vend, por mund të them i falenderoj shumë rinin sepse iniciativa ishte e tyre. Jam vendase e fshatit Vogov, jam e besimit islam, por jam shumë krenar me thonë drejten për krejt këtë sanë që a kena ba bashkë krejt.
Verë e pije të ngrota shërbejen në pjesë të ndryshme për vizitor në të gjitha këto fshatra të cilat pos ambientit të bukur, që ofrojnë, mundësojnë edhe rjetëzim social, rrisin dëshirën për të shijuar festa duke uruar për ditë më të mira dhe promovojnë vendin e bukur si vlerë festive. Pas këtyre gjërave të bukura, punës vullnetare, ambicjes së të rinjeve për të dukur gjithçka bukur e festive gjatë fundvitit dhe festave përgjithsisht, rikthehemi edhe për disa minuta në bisedën tonë. Është e bukura gjithë kësaj të shndrohet në traditë, por gjithmonë varemi nga diçka, varemi nga ata të cilët janë vullnet mirë dhe dhurojnë paranë e tyre për të krijuar diçka të bukur. E tha dhe Don Lushi paraprakisht që mërgjimtarët janë ata që shprehin gatishmërinë. E pam edhe në fshatin Vogov që janë bërë bashkë në një farë formë muslimanët të krishterë për me japë ngjyra pozitive e kësaj pune. U shpenzuan shumë? Atëherë me qenë së është hera parë për neve, dhe me thonë si kisha Shënmarku të cila po zbukurohet dhe ndreqohet, financat kanë qenë të mira, kanë kontribu gjithë familjarët, zonat Brekoc, Vogov, Zhup, edhe vendet e tjera, do me thonë që banojnë në zonat e tjera. Sa i përket familjeve cilat, do me thonë ka pas, kuptohet, ka pas familje cilët nuk kanë mujt me kontribua që shumë, duhet mi falendru pa tjetër, se gjatë gjithë kohës kanë ardhë, kanë punu, janë angazhu në pastrem, ndreqim, dhe me thonë në gjitha format kanë kontribu. Financat kanë qenë thashe dhe njëherë shumë të mira, edhe shpresojmë që dhe viteve tjera të vazhdojmë njëjtë. Don Lush? Ne vetëm... Se dikush e jep parën, po dhe dikush tjetër e bën një punë që kushton ndoshta më shumë se paraja. Ne falenderojmë bamirësat shumë që i kemi, jo vetëm për fest, për këtë kohë, për këtë muaj, për festën e Krishtlindjes. Vazhdimisht, brenda vitit i kem besimtarët që kontribuojnë shumë, sidomos për njerëzit në nevojë, për njerëz të smuar, për njerëz të cilët janë me gjendje të vështira ekonomike. Kështu vazhdimisht e kem gjatë vitit një fond që grumbullojmë nga ta dhe që nëpërmjet tyre ne ndihmojmë familjet. E sigurisht që edhe po të kishim financat e mos të kishim trinjt edhe trejat, çfarë do të bënim? Ne meshtarët nuk do të mund të bënim një punë të tillë, absolut, fare, absolut. Prandaj përpos aspektet material është e nevojshme edhe puna fizike, që ka vlerën ndoshta edhe më të madhe, sepse të punojnë aty pavarësisht një muaj, 10-15 djem, vajza, nuk është lehtë. Unë befasohem kur i shoh... Secili prej tyre ka obligim ditore dhe pjesën tjetër. Edhe unë befasohem si e gjejnë atë kohë dhe si e kanë atë vullnet që ta kushtojnë kishës apo festës së Krishtlindjes. Sigurisht që ato kushtojnë, sepse tash edhe çmimet janë rritur shumë, por megjithatë nuk do të ndalemi aty, sepse mrena vitit sa shpenzimet i bëjmë edhe sa ndihmat ju bëjmë njerëzve, kjo është një pikë ujë. E thëmë lirisht edhe aty për pishtazhin. Edhe të pas parasysh një festim, çfarë do, një ditëlindje apo një fejes, mos flas, por ndoshta një ditëlindje disa familjarëve kushton një ndriçim. Prandaj nuk do ta marrim se dikush tash mund të flet si mund të harxojnë 3-4.000, 5.000 euro. Ato janë para që na japin ata cilët kanë mundësi, ju ka dhënë Zoti atyre, edhe ata dojnë që me një mënyrë ta falenderojnë Zotin edhe ta japin aty. Më mirë që të shpenzosh diçka për t'i bërë bashkë disa njerëz. Fakt. Doniza, nuk patët probleme në sigurimin e mjeteve, apo? Kuptohet, gjithmonë i falenderojmë bamirësat, që asnjëherë në asnjë moment nuk e harrojnë kishën, dhe ata të cilët kanë nevojë për ndihmën e tyre, por nuk e harrojnë edhe këtë kohën e dhjetorit, po të mos ishin këto festa, dhjetori kishte me qenë shumë monoton. Prap këto festa e japin atë gëzim, atë shpresë dhe pikrisht, apo përkundrazi, nuk është monoton, po është plot gëzim, është plot bashkim. Dhe si shta dhe Don Lushi, kuptohet na meshtarët priftat, asë që kishmi paramenduar me ba një punë, pa trit dhe trejat. Këtë vit,
ne në Vosel nuk kemi pas shumë shpenzime, sepse kanë ardhur të rit dhe i kanë kontrolluar dritat e vitit kalum. Ekzistuese, cilat punojnë. Dhe janë munduar që të riparojnë të shtinë në punë. Dhe shumicën e tyre e kanë bërë. Kështu që vërtet i falenderoj të rit për një punë, s'kemi punuar në gjatë një 10 ditë, por janë munduar çdo dritë ta kontrollojnë dhe ta shtinë veprim. Dhe kena pas edhe disa të tjera që është e domosdoshme se të gjitha nuk mund me hinë punë, por gjithsesi është një punë të cilën e bajnë me plot dashuri dhe me plot kujdes. Don Marian, është shumë e rëndësishme të gjallërohet edhe koha e mërgjimtarëve. Kanë filluar të vinë apo hala? Akoma jo, për shkak se i kanë edhe angazhimet punët e tyne, nuk ka filluar jo koha verore. A bëjnë ata edhe më të mirë këtë fest? Sigurisht, sepse famillit tona, sidomos tash po flas për fshatat katolike, 70% çdo familje jona i ka besimtarët që jetojnë në mërgjim. Edhe 30 prej tyne i kemi 30-40, ndonjë familje ka që jetojnë në Kosovë. Kisha në Kosovë mbijeton nga bamirësit, sepse kisha mështarët, motrat nuk jetojnë me një rrogë të cilën e kanë mujore, e gjithë jetesa, mirëmbajtja e kishës, e vendit, jeton nga njerëzit vullnetmirë të familjive që i kemi, domethënë çdo familje e cila kontribon në mënyra dhe forma të ndryshme. Edhe muji dhjetor është pikërisht kjo, nga njerëzit vullnetmirë, dikush më shumë, dikush më pak, dikush me pare, dikush me punë, dikush me pije. Çdo njeri mundohet në atë mënyrën e vet me dhënë një kontribut me ndje edhe vetveten pjesë e këtij bashkëpunimi. Dhe në këtë mënyrë kisha ka arrit me shekuj dhe arrit sot me pas këtë sukses, sepse janë shumë njerëz të cilët me kontributin e tyne e bajnë një kish më të fortë, e bajnë një kish më të fuqishme, edhe bajnë një kish më shpresë dhënëse. Keni alarme se do të vinë shumë mërgjimtarë gjatë këtij muaji? Po të them drejtën, familja Doblibaras është familje shumë e madhe. Edhe si tha Don Mariani janë mbi 70% mërgjimtarë. Lajmet janë të mira, do të vinë ata përveç se e kanë dhënë ndihmën e tyre, do të thotë për përgatitjen para Krishtlindjes edhe vitit të ri. Besoj që të vinë mirë edhe shnosh. Duket gjithçka më e bukur me prezencën e tyre, sepse duke qenë financiarisht më mirë ata, i ndihmojnë edhe të tjerët, edhe për një moment, për disa ditë, për një muaj fest, edhe familja e cila mund ta ketë një standard më dobët në 11 muajt e vitit ose në mesatare, ai do ta ndi veten më mirë nëse ka një ndihmë nga vullnetmirët, paktën gjatë muajit dhjetor. A synohet edhe kështu përmes këtyre mërgjimtarëve? Cili doni? Po, unë e theksova edhe më herët. Mërgjimtarët i kem ata të cilët na mbështesin gjatë gjithë vitit. Gjithçka kemi në Kosovë. Të dhjetori ata me japat maksimumin. Të dhjetori. Sepse është muaj me festa dhe në Krishtlindje se cila familje don të ndihet e barabartë. Do të thotë, ata përpas që dërgojnë ato ndihma për ta krijuar një ambient të tillë për festa, sigurisht që kur vinë edhe përjetojnë vetë atë gëzim, do ta ndinë veten shumë të lumtur. Por atëherë prapë kanë atë nxitjen tjetër që na thrasin gjithë të rinj që kanë punu, edhe disa darka do të më shku me ta, sepse ata janë prapë që e marrin iniciativën për të shpërblyer të rinjt, të reja që kanë punuar, edhe prapë janë të vullnetshëm kur e shohin gjithë atë ambient, aq bukur që e kanë rregulluar, prapë janë të gatshëm, por edhe prapë them, përpas që i shpërblejnë të rinjt të reja që kanë punuar, edhe në këtë kohë, pra në këtë duke ditur gjendjen ekonomike në Kosovë, vinë edhe i kanë paratë ndara, këto janë për familjet nevojtare, ju e dini kush janë dhe ne kemi dëshirë që të kontribuojmë. Prandaj, edhe për ta është një muaj i gëzueshëm, po që duhet të shpenzohen, por në krahasim me atë aspektin e ndjenjës shpirtërore që ndinë, atë gëzimin shpirtëror që ndinë, parat kanë pak vlerë,
krahasim me gëzimin e madh që e përjetojnë kur e dinë se kanë ndihmuar në një familje që ta kenë edhe ata një festë mirë dhe mos i mungojnë gjanat kryesore që do të mësosh me festë. Nëse hinë edhe shfleton për makina kërkuese në internet, she atë bukurin ose lajme të bukura që jipen për këto fshatra përfaqësuese kur është fjala për festat e fundvitit. Në një farë forme të jep një ndjesi të kënaqësisë që këto fshatra, sado ose të vogla ose mesatarisht me numër të banorëve, arrin me u bë tituj të mediave botërore për shkak të mënyrës pritjes së dhjetorit festiv. A është bukur kjo për ju kur e shihni Vogovën në një titull të mediave botërore për mrekullinë ose bishtazhinin ose ndonjërin prej fshatrave tjera? Patjetër që po, është diçka që na përfaqëson gjithëve. Është mirë edhe për vendin, për Kosovën, me po që ka kaq shumë njerëz vullnetar, domethënë me vullnet mirë, xhellshëm punëtor, domethënë është një potencial edhe një mbështetje, domethënë për vendin. Na ndjem shumë të lumtur edhe gjithmonë edhe pse është hera jone, hera parë, domethënë jona që po merrem me zbukurimin, gjithmonë e kemi vizituar Pjetërshanin, edhe jemi kënaq, tamam i kemi ndje festat më afër edhe ka qenë me të vërtetë një krenari për neve. Faleminderit, Don Lush. Populli shqiptar gjithmonë ka dhëruar të kaluarën kulturë të tjerëve. Shumë popujve tjerë, nëse kthehemi nga e lashta jonë. Qështë simburë me ne me atë kaluar dhe me personalitetet mëdha që ka dhënë populli ynë kombën shqiptar. Sigurisht edhe kjo është edhe ky rast është një gëzim i veçantë që ne prapë dëshmojmë që jem njerëz civilizues, jem njerëz përparimtar, njerëz të cilët ecim me vlera dhe me virtyte krahas popujve të tjerë. Sepse është fakt që jashtë i kanë kushtet ekonomike shumë të mira, por tani ne me këto kushte në Kosovë, me një promovim kaq të mirë të krahasohemi me metropolit, dështë qytetet metropole në Evropë, është një kënaqësi edhe është e domosdoshme që të tregojmë vlera edhe në këtë aspekt, sepse edhe kjo është një pasqyrë e mrekullueshme e civilizimit popullit tonë që dim edhe ne bëjmë gjëra të mira siç bëjnë bota civilizuar. Faleminderit. Don Izak, pse duhet edhe vizitorë të tjerë të vinë këtë fundvit në Novosel? Shijojnë atë magjinë e verës së bukur, apo një verë shishme gjithsesi, magjinë e dritave, të njerëzve, apo të trija bashkë? Po me ndoni mërgjimtarët, apo... Të gjithë, edhe se cili njeri që do në me kalu një mbrëmje në Novosel. Po e kuptohet, mërgjimtarët, diaspora që na vjen në rënd parë për festën e Krishtlindjes, edhe vitin e ri. Por për këto ditë, që janë ditë gëzimi, ditë bashkimi, vërtet vinë ata për shumë arsye. Dhe këto e gjajnë atë takimin, gëzimin, shoqërinë e tyre, por edhe njoftohen edhe ma tepër. Jo vetëm trit me trejat, por edhe familjar prej fshatrave vendeve tjera, kështu që tani ditën e dytë apo tretën e shijojnë së bashku në një famulli në një vend tjetër. Por gjithsesi aty mundohen që ta gjajnë pikërisht në këtë krizën e madhe, që edhe Kosova është patjetër në ta, të relaksohen, ta gjajnë një relaksim, ta kërkojnë një shpresë, edhe mos të mendojnë se është gjithçka zë, por ka edhe bukuri, ka edhe bukur që na pret në vitin e ardhshëm. Po për këtë arsye ne po flasim po na ndihmon në diaspora e gjithë ata, por ka herë ndoshta do të më kyç edhe komuna. Disi sa do pak, edhe pse komunës Gjakovës i kishra pak ma tepër se ka vende ma shumë. Po shumë njerëz që kanë ambicje për me bo gjana të bukura, dhe kërkesat mund t'jenë në rritje. Se gjithherë na po mburremi para vendeve tjera, para botës, atëherë pak. Sakt. Atëherë pak i takon edhe vendit, se na përfaqësojmë edhe Kosovën. Pikërisht. Kështu që... Don Marian? Atëherit. Një godë verë, e ngrohtë. Unë kësha më përgjigj pak edhe të pyetja parë të mediat botërore. Kosova, Shqipëria, ka pas personazh të cilët vërtet na kanë bërë krenar
që jemi shqiptar, figurat të ndryshme, prej popullit lirik e deri të sot, që kemi kampione botërore të sportit, të bamirësisë. Gjëja më bukra për mu, si meshtar, ka qenë sepse Kosova nuk është krahasu me vende botërore. Është krahasu një personazh. Ndërsa para 2 viteve, Pietrshani krahasohet me Washingtonin edhe krahasohet me Moskën, ku Euronewsi i qetë 3 vendet më të bukura që kanë mujtë me ndodhë për Krishtlindje, që sot është edhe në për rrjetet sociale, edhe kjo vërtet na bën më ndje mirë, sepse një vend i vogël, një fshat me 33 të cilët kanë punu, të krahasohet me Washingtonin dhe me Moskën. Të jetë në interes të mediave botërore. Të jetë në interesin e një prej mediave më të famshme botërore, atëherë vërtet kjo na ka bërë lumtur, por na ka bërë me reflektu që me punën e përbashkët, me angazhimin e përbashkët, mundemi me arrit shumë më shumë. Kemi shumë qytetarë, se tashti edhe nëpërmjet mediave, nëpërmjet Pietrashanit, tash në Gjakov domethënë të njohin edhe njerëzit e thjesht. E shpeshherë thojnë që është për të ardhur keq se si shteti edhe komuna nuk kontribon këtë aspekt, sepse u kanë dashur me marrë një mirënjohje si fshat, si famulli, pasi që kjo është bë, ky vend është bë të krahasohet me Washingtonin, e ne deri para 2 viteve nuk i kemi pas as ndriçimin e fshatit për me ardhur te kisha. Ndriçimin publik edhe sot nuk është. E kjo është për të ardhur keq, por urojmë që në të ardhmen të ndryshojnë, sepse tash po flas për Pietrashan, sepse brenda një muji ti kishe 20.000 vizitor, që pothuajse ekstra nuk i ka as Gjakova që vinë krejt vitin, sepse për një muj vinë 20.000 vizitor ekstra për me pak këtë vend, atëherit ndoshta këtë orientim forca përbashkët mundet me bërë diçka më shumë që vërtet ky vend të jetë një qendër, themi kështu, të tregut të Krishtlindjes. Faleminderit. Ardian? Zakonisht vizitor që vinë, do të thotë vinë me një mision që do të me vizitu Bishtazhinin, do të me vizitu Doblibaren, do të me vizitu Pietrashanin, Novosellën, edhe nështë që kjo koha që e kemi caktu me na puna e dritau, ko me ndiku pak, mirë po une besoj shumë që ko me pas vizitor edhe këtë vit shumë, si që tha Don Marioni edhe në Doblibare ka shumë vizitor do të që vinë gjdo natë, ndoj me një gëzimin e festave të fund vitit. Edhe diçka pa dashur të hyj thellë në atë brenditë kësaj që po dua të pyes, por megjithatë jam kurreshtare të di secili nga ne vijmë të pim nga një pije aty. Fondet e mbledhura nga shpenzimi i atyre pijeve, ku mbesin? Ne zakonisht atë fond që krijohet në këtë kohë, e shfrytëzojmë pak a shumë për bamirësi, por nëse kemi parat mjaftueshme që na kanë dhënën për bamirësi, atëherë i lëm për vitin tjetër. Domethënë mbeten ato te ne, edhe i ruajmë për vitin tjetër. Sepse ka shumë ato drita që dëmtohen, nuk është kvaliteti mirë edhe gjithë. Për faktin që qëndrojnë një muaj edhe. Qëndrojnë gjatë aty, kështu që zakonisht nëse nuk kemi fond për të varfër, për të ndihmuar familjet, të gjitha familjet që kanë nevojë, domethënë atëherë i ruajmë për vitin tjetër. Përndryshe nëse ka nevojë, nuk kem nevojë, s'paku deri tash në Bishtazhin nuk kam pas nevojë që ato parati përcjellit tek familjet në nevojë, sepse kemi pasur në fundin e mjaftueshëm për të ndihmuar ato familje, kështu që kanë mbetur te unë edhe atër këtë vit kemi startu me ato që e kem pasur nga viti i kaluar. Dhe nga ky diskutim del që kjo do ta merr formën e traditës. Ende pa u mbyll dhjetori 2022-s, punohet për të krijuar fonde për 2023-ën, a? Ashtu. Do të thënë gjithçka synohet në traditë. Edhe pse fitimin shtëpizat të cilat ne i kemi, çmimet të cilat të gjërave të cilat i shesim janë thjesht simbolike. Sepse mirë se do të jenë të kapshme për edhe për qytetarin me të ardhurat më shpesh herët na ndodh që tash po flas për Pietrashan, që më deri tash i kam harxhu 800 litra verë. Domethënë gjithë ajo verë blehet
edhe çmimit të cilën qytetarët e marrin me pi një gotë verë është 50 cent, që domethënë është një çmim shumë simbolik për ato të hollat të cilat neve na të projnë, atëherë të shkojmë për vitin e ardhshëm. Sepse fondin e bamirësisë ne kemi në famulli, të cilat punojmë edhe me trit gjatë vitit me aktivitete, krijojmë një fond, por janë edhe besimtarët që gjithmonë unë edhe në kohë të ardhjes e la arkën, e la një kasë në hyrje të kishës, edhe ku besimtarët për 4 javë para Krishtlindjes lajnë lmosh, themi nezra kështu, për të varfrit dhe me ato të holla pastaj para festet të Krishtlindjes, ku i kemi edhe të familje në familji, të cilat me ato të holla ju ndihmojmë, i gëzojmë edhe këto familje. E nëse vera është produkti më i kërkuar, zakonisht është këtyre mbrëmjeve. Çokoladat është. Apo, a nuk do t'ishte mirë që vendi ose ndërmarrja nga e merrni këtë produkt që t'u aliroj pak produktin që të ketë edhe ajo atë anën morale, anën vullnetare, sepse po bëhet për një lidhje të mirë mes njerëzimit përgjithsisht. Mu me kanë thënë, verën e kemë vitit kalum, për çmimi është i ri, o rrit. Atëherë vjen prej kombinimit kjo që e thash. Dua të kyçem, ne, ndoshta po është rrezik që të tjerët, po e marrin këtë kohë si një kohë komerciale. Por nuk është. Nuk e besoj. Në asnjë kishë, në asnjë vend, nuk e kemi në atë as mendimin, as njetin, që me qenë diçka komerciale. Unë vitin e kaluar kanë tepruar 70 euro. Ne jemi munduar vetëm ta kompenzojmë ato shpenzimet e gjitha atyre që kanë. Po më na mbet edhe një cent për me paguar rrymen, fakturën në janar që vjen pak ajo është mirë, mjafton, por jo diçka që dëgjohet, fitohet kaq, nuk është sakt, por edhe nëse mbetet diçka, kemi shumë venda ku i dedikojmë. Po, se jemi drejt fundit, po? Do është ta me cek që na do më thonë kur kemi fillu me organizimin edhe kanë arri deri në përfundim do më thonë ndriçimi ato, njerëzit kanë dhuru raki, verë, do më thonë për ato kabina që i bojmë për shitje. Do është ta me cek dhe... Një element i mirë gjithsesi. Edhe te ju kanë ndodhur? Në famullinë e Doblibarës ekziston fondi veçantë për bamirësi, sa i përket shërbimit të venes, qajit, të na është pa pare, është vullneti mirë i njerëzve që kanë dhuru pare me ble venën, edhe në Doblibara shërbehet tash e sa vite pa pare. Është ajo që ata do një zakë vërtet, aty mbetet një sumë simbolike. Unë vetëm bërthem bram këm dalin aty këm pasën një 20-30 miq të mi që kanë ardhur nga famulli tjera, edhe kur jo më aty, thëmë jepin edhe nuk sigurisht që i qarosin. Pasa ishin shumë fëmijë, atë ishin një 20-30 fëmijë, ju këmë thënë jepin në gjithë fëmijëve të pinë nga një pije. Që që ajo është le të knaqen, nuk është në pyetje absolut nuk është në pyetje që ne të fitojmë diçka aty. Aty është që të ne të bashkohemi, është të shijohet ambienti, kjo është e rëndësishme. Do t'u jap mundësinë ashtu që filluam edhe ta përfundojmë me ju, me një mesazh sa më të mirë për njerëzimin, duke qenë ndoshta këtu më në mosh krahasuar me këta të tjerët, ta përfundoni ju këtë diskutim të sot. Atë po filloj unë pastaj. Ndërën parë faleminderit shumë për ftesën. Ne u ndihmë shumë mirë, shumë të lumtur këto me ju. Gëzohemi kur i përcjellni këto ngjarje që janë shumë të rëndësishme. Ndonjëherë mendojmë që do gjëra të vogla nuk kanë vlerë shumë, por kanë vlerë të madhe. Prandaj falenderojmë shumë, ju urojmë shëndet, suksese, bekimin e Zotit. Çfarë t'ju themi? Dhash Zotit që sikur këto mbrëmje që bashkohemi të gjithë, jemi gjithmonë bashkuar. Gjithmonë. Në gjitha iniciativat që kërkohen për të mirën e Kosovës, për të mirën e kombit tonë, dhe çdo iniciativë e pajtimit edhe ajo që na ofron dhe na sjell këtë dashuria njëri ndaj tjetrit, që të punojmë pa u lodhur në këtë drejtim, të gjithë së bashkut, edhe që të jetojmë në paqë, të jemi të lumtur dhe ta duam njëri tjetrin. Kjo është e ardhmja jonë. Faleminderit. Ne shpesh herë po dëgjojmë ose gjitha mediat na urojnë festat e fundvitit. Kështu që mua nuk më japin përshtypje fare ky term, kisha pas dëshirë me hek këtë term dhe me thonë
urime, Krishtlindje dhe vitin e ri. Se na pikërisht, ky muaj dhjetor është Krishtlindja dhe viti i ri. Kështu që unë gjithëve ju uroj festën e Krishtlindjes, por edhe vitin e ri, qoftë një vit i mbar, edhe njetofshmi ne në rëndëparë në pace, popullin, por edhe mbar bota, dhe sa ma shpejt ndalet lufta në Ukrainë. Don Marian? Ndryqimi që ne bajmë në për familjinë, në për kisha, nuk është rastësia, po nuk është vetëm mi taku njerëzit, por e ka simbolin fetar. Edhe dritat të cilën ne i dekorojmë, duke fillu nga bredhi, që para shumë viteve ka qenë familje, pastaj i kemi qitë në përsheshe, simbolizon jetën, simbolizon dritën e Krishtit, sepse gjithë kjo përgatitje është i përgatitje për Krishtlindje, sepse Zoti është bën njeri, sepse Zoti ka ardhur ta ndriçon errësirën e cila ishte në tokë nëpërmjet mëkatit, edhe nëpërmjet kësaj, ne domethënë nëpërmjet këtij ndryqimi të jashtëm, dëshirojmë edhe të përgatisim edhe besimtarët tanë që ta kemi edhe ngrohtësinë shpirtërore, që të përgatisim shpirtnisht që drita më kryesore e çdo gjaje është Zoti në të cilën ne besojmë, Zoti i cili është bafoshnje. Uroj gjithë shtetarëve e sidomos besimtarëve që vërtet ky muaj dhjetor, këto festat të fundvitit, festa Krishtlindjes, ndrimi i motmotëve, të jetë një vit i shpresës, të jetë një vit i dritës, sepse vërtet në këtë vit në Kosovë kemi përjetuar më shumë terr nëpërmjet dhunimeve, nëpërmjet vrasjeve, nëpërmjet gjërave të këqija, shumë të këqija të cilat kanë ndodhur, edhe as Zoti që vërtet drita e Krishtit të jetë ajo që ndriçon jetën e çdo njanit prej nesh. Adrian? Unë besoj që familjetarët e nderuar i thanë gjitha, unë vetëm desha t'i uroj Krishtlindjet edhe vitin e ri gjithë. Faleminderit. Bernardin? Unë, si që Ceka edhe më parë, kisha dashur mi falendëru dëbesimit Islam vajza edhe djem, cilët na kanë ndihmuar domethënë patjetër në gjithë organizimin. I falenderoj gjithë kontribuest, ju falenderoj juve që na keni ftuar sot, na keni japur mundësinë me tregu na domethënë mënyrën tonë të organizimit. Edhe domethënë mendoj që mënyra më e mirë për me mujt me arrit një qëllim është me u mbledh, me organizu, edhe domethënë me promovu këtë domethënë kishën, me promovu bashkësinë, edhe me promovu tolerancën ndërfetare që kemi mes vete. Faleminderit shumë, faleminderit për kontributin, mendimet e juaja dhe qasjen sa më pozitive që patëm gjatë këtij diskutimi, me idenë edhe qëllimin që nga kjo studio gjithmonë të jipen mesazhe të cilat përqojnë energji pozitive për gjithë ata të cilët janë duke na ndjekur. Nga kjo studio ju them edhe një herë, ju që nuk i keni vizituar fshatrat për të cilat diskutuam gjatë ditës së sotme, ndani pak kohë nga puna juaj, nga dita juaj, sepse një kohë e kaluar në Pjetërshan, në Bishtazhin, në Doblibar, në Vogov, apo në gjitha fshatrat në Vosel ku janë ndriçuar, ajo do të jetë një nga momentet e bukura të jetës suaj për vitin 2022. Mirëmbëjtje në një takim tjetër të radhës.